Një tubim qytetar u organizua pas ditën e 31 korrikut në qendër të qytetit të Klosit për të kundërshtuar projektin e ri të reformës administrativo-territoriale, i cili parashikon shkrirjen e Bashkisë Klos dhe bashkimin e saj me Bashkinë Mat. Në protest morën pjesë banor, punonjës të administratës së Bashkisë Klos dhe ish drejtues vendor, të cilët kërkuan ruajtjen e Klosit si bashki më vete. Kundërshtimi i këtij projekti kishte nisur që në orët e paradites, kur administrata e Bashkisë Klos bojkotoi punën për disa orë në shenjë proteste ndaj ndryshimeve të propozuara nga mazhoranca socialiste. Gjatë tubimit, pjesëmarrësit theksuan se protesta nuk kishte karakter politik, por synonte mbrojtjen e identitetit dhe funksionimit të njësisë vendore. Sipas tyre, Bashkia Klos ka potencial të mjaftueshëm ekonomik për të vazhduar të funksionojë si njësi me vete, falë ndikimit të rrugës së Arbrit, zhvillimit të turizmit, burimeve natyrore, hidrocentraleve, aktivitetit minerar dhe bizneseve që operojnë në zonë. Bashkia është gjithmonë në mbështetje të reformave kur janë të mirë të komunitetit. Urojmë dhe shpresojmë që do bëhet më mirë për këtë komunitet në çdo lloj reforme e cila është në të mirën tonë, pa dallim politik, PD, PS apo kushdo qoftë. Ne sot këtu jemi pa bindje politike, nuk kemi subjekt politik këtu, jemi në mbështetje të Bashkisë Klos. Jemi në mbështetje të këtyre fëmijëve që ne kemi këtu, jemi në mbështetje në vimësi të kësaj bashkie. Urojmë më të mirën, faleminderit për pjesëmarrjen gjithëve dhe miru takofshim në vimësi të protestave të tjera. Dhe studentët që kanë kaluar në përpuar tona në gjimnazion e Klosit. Nuk mund të rria pa i shpreh edhe unë dy mendime, kryesisht për arsyet se pse nuk duhet të bashkohet, jo të bashkohet, po të shkrihet Bashkia e Klosit. E para, ngjarjet historike e din të gjithë, po ka dhe të rinë që mbase nuk i din gjithë. Kur flitet për Klosin, ne nuk flasim për bashkinë, flasim për treven e Klosit. Flasim për ish qytetin mirë dhe qarë të Klosit të vjetër, të Klos Katunit që duhet sot. Kam lexuar dhe mund të lexuar dhe të tjerë. Klos Katundi si qytet, Klosi si qytet është para Beratit qyteti i lirë i Klos Katundit. Pas fjalë për bashkinë ato, kuptohet. Lagja Mangalemit në Berat, që është lagja më piktoreske dhe më historike në Shqipëri, ka dhe të tjerë, është themeluar, ndërtuar pas qytetit të Klosit. E dyta, traditat e Klosit, etnografike, kulturore, artistike, arsimore, rritet e dasmave, rritet fetare, e të tjera qindra të tjera si këto, bëjnë dikush duhet mendoj që të mos shkrihet bashkia. Shkodran të bëmë bukur, të mos tretet bashkia. Nuk e kam fjalën se supermendën nga të tjerë, i falenderoj. Po pa na hekin të gjitha drejtat tona për çdo që bie kanali i ujit, ndjen në korrik, nga obozimet e Borrelit. Gërmania është mbështetur nga ne për të mbështetur mos shkojnë në Dibër, se ikën gjitha gjorat në Dibër. Të mbështesim Klosin sepse është ardhmja e fëmijëve tanë. Ne kemi kalu tonën mirë apo keq, por po do shbohemi, do të hikin të gjithë njerëzit dhe do ngelemi u bëjtire të gjitha bizneseve, të dalin, të mbyllim dyrët, sepse do falimentojnë të gjithu dhe do ngelemi pas gjohë. Protestuesit shprehen gjithashtu shqetësimin se bashkimi me Bashkinë Mat do të rrisë distancën për marrjen e shërbimeve publike në Burrel, duke sjellë kosto shtesë për qytetarët. Ata paralajmëruan se largimi i institucioneve vendore mund të ndikojë negativisht në ekonominë lokale dhe të përshpejtojë largimin e banorëve nga zona. Kjo është thjesht një bashkim mekanik i bashkive, thjesht për interesat të ngushta personale të disa personave. Unë ju bëj thirrje gjithë dhe mos edhe socialistë, mos u tremni se s'ka çau bëhet Tirana, se s'ka ku me i mortir, te ju ka bërtar prap.
t'jeni sigurt për këtë. Por po u hoq Bashkia Klosit, ne nuk ekzistojmë më në hartë, ne jemi pothuajse inekzistent. Treguesi ka kjo reformë. Këto fjalë që thohen sot janë thënë në vitin 2014 për reformën e 61 bashkive dhe rezultati tregoi që jo vetëm Klosi, jo vetëm Mati, por reforma që e dështuame. Për arsye se sot u larguan në shumicën e zonave, u larguan shërbimet ndaj qytetarëve. U larguan dhe njerëzit e braktisën fshatin, e braktisën zonën, dhe duke siç ju e dini shumë mirë që sot rinia ka ikë dhe nuk ekziston këtu, më vetëm Klosi është ndruar në një qendër pensionistësh. Çfarë mund t'ju them tjetër? E tha dhe Zoti i Merr. Klosi, Bashkia Klosit sot ka 40% të territorit dhe ka resurset më të mëdha ekonomike që ka rrethi i Matit sot. Spekulohet me këtë termin rreth i Matit. Edhe në komunizëm nderuar pjesëmarrës, organizimi ka qenë me rreth, por kanë qenë këshillat popullore dhe këshillat e bashkume që ishin në shërbim qytetarëve dhe ishin të organizuar në këtë formë. Kështu që edhe ato komuna që ishin më para ishin më mirë se sa ne të bashkohemi gjithë së bashku. Ta harroni se do të merrni shërbime më të mira duke shkuar në burrë. E dyta, çfarë nismash ligjore duhet ndërmarrin se protestat ngelen në kuadrin e reklamës edhe të mediatizimit të çështjes, por nuk gjejmë zgjidhje. Nëse do të lexoni nenin 108 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, atë ligj themeltar të këtij shteti, në pikën 2 hapeni, unë e kam këtu në telefon tani, po s'po e lexoj, thotë shprehimisht, nuk mund të ndryshojnë kufit e bashkive dhe të njësive vendore pa miratimin e komuniteteve. Kështu që punojësit e bashkisë, kryetarët e fshatrave, edhe një grup nisëmtar të pa dallim ngjyrash politike, me urgjencë duhet të mbledhim firmat për çdo krye familjar me numër të kartës identitetit që t'i paraqesim jo vetëm te komisioni, që unë jam i sigurt që nuk do ta marrë përsipër, por t'i drejtohemi pastaj gjykatës kushtetuese për këtë vendim antikushtetues që mund të marrë Parlamenti i Shqipërisë. Kjo është rrugë tjetër nuk ka. Po të bëjmë këtë, jeni sigurt që me këmbgulje do ta shpëtojmë Bashkinë e Klosit, këtë trevë kaq bukur me njerëz shumë të mirë që edhe dallimet politike këtu i kemi pas të papërfitshme historikisht si zonë, kështu që unë ju bëj thirrje të bashkohemi, të qëndrojmë fort, të bëjmë këto procedura, ndjekim të hapa ligjor me juristët që ka dhe bashkia, edhe punojësit e bashkisë. Është ndryshe që është marrë një shërbim të bashkia tu, cili do qoftë, sot është i kryetar, nese i tjetër, tu bëhet fjalë për institucionin, nuk bëhet fjalë për një njeri, për persona, për 5 apo për 10. Sot është kjo administrat, mas 5 vitesh do ketë një administrat tjetër e kështu me radhë, kështu që të mos e shohim te punë bardhëzi. Unë takova se demokrat aty më rrugë. E përshëndes bashkëfolësin më përpara. Mikun tonë i merë punën. Ju njihni të gjithë. Unë përfaqësoj rreth 4 shtesa këtu, për ndjekrët politik, pensionistët, ish-minatorët, por edhe si fermer. Unë jam fermer Letëric. Unë një pyetje du me i ban qeverisë, kryeministrit, për me marrë shërbimet unë si fermer, që kom pas vështërsi edhe këtu, se unë jam shëgjon, po për me shku më vërren me i marrë këtë shërbime. Sa më kushton? 5 fish më kushton. 5 fish më kushton. Unë jo shërbime, po atë drejtët e mija mi kërku atje shkoj dot, ose të shkoj me 5 fish shpenzime. Nuk e di. Unë po flasë ndoshta pak i irrituar, po kjo është një çmenduri që bën kjo qeveri dhe ky kryeministër me ne. Prandaj duke shkurtuar se do të lënë radhët e tjerëve, jam me bashkëfolësin, dal nga dalë, kërkojmë drejtat tona se kam bindjen se do t'i gjejmë. Kam bindjen se do t'i gjejmë. Sot, bashkarisht, majtë të djathë, për një qëllim përbashkët për mbrojtjen e bashkisë, që Bashkia e Klosit të mëshkrihet. Si ish kryetari i Bashkisë Klosit, në periudhën 2015-19, ishte një provojë e mirë, ishte një histori që besoj Klosi bashkë me ne u mundu që
me Bashkinë e Re të realizote ato objektiva që i kishte të kahershme. Një farë pavarësie në zhvillimin e territorit. Unë në përvojën time, si kryetar bashkie, them që bashkia e Klosit me njësitë vendore, me Ziprin, me Klosin, me Kurdarin dhe Gurën, është një ndër bashkitë më funksionale në Shqipëri. Është një territor kompakt, një territor i mbledhur në aspektin gjeografik, distanca nga qendra është e parazhdeshme, me punët e shumta që janë bërë bashkia me vite, duke filluar edhe para nesh, por edhe gjatë rrugëve që ne kemi qenë dhe të tjerë që janë edhe aktualisht, bashkia është e lidhur aq afër me qendrën e saj, ka fshatat, dhe them që me shkrirjen e bashkisë, që unë mendoj që ky është një projekt i gabuar i qeverisë së Majt, unë them që ata duhet ta korrigjojnë këtë projekt që paraqiten para shqiptarëve, pasi nga përvoja e Rom, edhe përvoja e të tjerëve që janë morë një kohë të gjatë në drejtimin e bashkive ose të komunave, duhet që përqendrimi i shërbime në një bashki të madhe nuk sjell ato që urojnë qytetarët, një shërbim më të shpejt dhe më efikas, por rrit burokracinë. Kjo pasi kushtet që ka Shqipëria sot nuk janë të përditshme ose nuk janë të parametrat që kërkon kohët, dhe unë them që bashkitë siç janë sot duhet një organizim më specifik, një mbështetje financiare, dhe kjo ka qenë për mendimin tim kryesorja në këtë reformë territoriale, jo bashkimi mekanik i njësive vendore, por decentralizimi financiar dhe një bashki që të ketë dhe financat, jo aq sa janë. Protesta në Klos vjen pas depozitimit në kuvend të projekt ligjit për reformën e re administrative o territoriale nga Partia Socialiste. Sipas draftit të qarku Dibër do të kalojë nga 4 bashkia aktuale në 3, Dibër, Bulqiz dhe Mat, ndërsa Klosi do të ruaj statusin e qytetit, por jo atë të bashkisë më vete. Projekt ligji pritet të shqyrtohet në vijim në kuvend, ndërsa përfaqësues të komunitetit kanë paralajmëruar se kundërshtimin ndaj këtij projekti do të vijojë edhe me forma të tjera organizimi.